Në mënyrë tillë që të kërkonte një informacion më detajuar nga ana e policisë së shtetit lidhur me faktin dhe kërkimet që po bëhen për shtesën e Altin Bota. Zoti Shkëndij, ju a keni komunikuar me klientin qoftë edhe nëpërmjet telefonit apo formave të tjera dhe kush do të ishte sugjerimi juaj që do t'i jepnit në këtë lloj situate? Po paraprakisht ky është gjyq maraton, ka vite që bëhet dhe as nuk ka qenë përpara nevojshëm që të komunikoni me klientin, as para as pas, nuk ka nevojë që të komunikoj me klientin. Tashmë për sa i përket qëndrimit të veprimet apo mosveprimet e tij dhe as pas. Ka që kontakti I fundit që keni patur me? Unë personalisht tani nuk e mbaj mend, por normalisht prokuroria e posaçme, por edhe vetë institucioni ligjzbatuese dhe policia e shtetit janë duke bërë verifikimet përkatëse lidhur me hetimin që po bëjnë, jo me faktin njohur botërisht largimit të shtesës Altin Doci nga ambientet e spitalit ose repartit infektiv të spitalit Renal Durrës dhe normalisht do kenë dhe librat e takimeve, por unë personalisht si mbrojtës ka shumë kohë që nuk e kam takuar, se nuk kam parë të arsyeshme duke qenë se gjyqi një pas javë për javë dhe çfarë ndodh në proces bëhet e njohur botërisht dhe nga ju media, kështu që nuk ka qenë nevojshme që të takohesha. Komunikim telefonik, jo, nuk bëhet fjalë vetëm të komunikim fizik. Jo, kemi pas një marrëdhënie shumë formale me klientin, kështu që shumë profesionale dhe nuk kemi pas as fizik as telefonik. Faleminderit. Faleminderit ju.